بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الصدق والإخلاص في القول والعمل ما أمن الله تجد مشيش من مشي بلوتت تجد فالندريمت برسوسورة تبلوتا من madhërim dashuri dhe përulje janë për Allahun Zotin e Aleminit. Salavata dhe selamet e sinqerta janë për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për gratë e tij, familjarët e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që besojnë me besnikëri dhe me përpikëri gjurmët dhe sunetin e tij deri në ditën e llogarisë. Pra jemi në vazhdimin e këtyre mësimeve të dobishme të Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit në broshurat e tij dhe në risalet e tij të shkurtra, por se të rëndësishme edhe aktuale. Edhe sot do të flasim për bazën e dytë, al-aslu thani min al-usuli as-sitta, pra baza e dytë nga 6 bazat. Thot autori Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, amara Allahu bil ijtima'i fi ad-din wa naha 'an at-tafarruqi fa بين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Autori I librit Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, thot në këtë bazë, baza e dytë, parimi I dytë, thot Allahu ka urdhëruar për bashkim në fe dhe ka ndaluar nga përçarja. Dhe Allahu lartësuar e ka shpjeguar këtë bazë me sqarim të plot që edhe njerëzit e thjesht e kuptojnë atë. Thot Sheikh Fauzani, Allahu ruajt, në komentin e këtij parimi thot, ky parim gjendet në Kur'anin fisnik. Allahu lartësuar thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Në surën Ali Imran thot Allahu lartësuar, dhe kapuni fort paslitarit Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani. Po ashtu thot I lartësuari, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim. Dhe mos u bëni si ata që u përçan dhe u kundërshtuan mes vete, pasi që ju bën atyre të qarta argumentet, për ta do të ketë ndëshkim të dhëmshëm. Dhe thot I lartësuari në një ajet tjetër, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhu fi shay inma amruhum ila Allah. Allahu lartësuari drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke I thënë, vërtet ata që e ndanë e përçan fenë e tyre dhe u bën grupacione, ti nuk je as pak prej tyre, pra nuk u përket atyre o Muhammed. Vërtet gjykimi I tyre është tek Allahu. Dhe thot I lartësuari, si ka në surën Ash-Shura, thot, shara lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha walladhi uhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Pra dëgjoni këtë ajet madhështor, këtë porosi madhështore që Allahu I ka porositur të gjithë pejgamberët me radhë. Nga Nuhu alayhis salam, I pari I pejgamberëve, deri ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot I lartësuari, ai për ju legjitimoi fen me të cilën pati porositur me të Nuhun, dhe atë që ta shpallëm ty, dhe atë që kemi rekomanduar Ibrahimit, Musait dhe Isait. Kush ishte ky rekomandim dhe porosi? Zbatojeni fen dhe mos u përçani në të. An aqimu ad-din, zbatojeni fen me përpikëri, me rigorozitet, me seriozitet, wa la tatafarraqu fi, dhe mos u përçani pra në të. Andaj, vëllezërit e mi, për të Allahut, nuk lejohet që muslimanët të përçahen në fenë e tyre, përkundrazi, ata duhet të jenë një umet I vetëm në tauhid. Thot I lartësuari, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Thot I lartësuari, vërtet që ky umeti juaj është një umet I vetëm dhe unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni vetëm mua. Pra nuk lejohet që umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të përçahet në akidën e tij, as në adhurimet dhe as në dispozitet e fesë së tij. Dikush thot nga njerëzit me ndjeletët, ata që nuk e madhërojnë Allahun dhe shariatin e tij siç duhet, thot kjo është halal, tjetri thot kjo është haram.
pa pasur ndonjë argument, kjo nuk lejohet, thotë Sheikh Fuzani. S'ka dyshim se mospajtimet janë nga natyra e njerëzve, janë njerëzore. Si thotë Allahu lartësuar, wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk. Thotë, dhe ata gjithmonë do të jenë në mospajtim dhe përplasje mes tyre, përveç atyre që i mëshiroi Zoti yt. Pra Allahu përjashtoi nga përplasjet, nga polemika, nga ihtilafi, ata që ai ka mëshiruar që janë të bashkuar në të vërtetën dhe janë larg polemikave, përçarjes dhe ihtilafit. Por mospajtimet zgjidhen duke u kthyer librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse unë dhe ti, thotë Fuzan, nuk pajtohemi për diçka, atëherë duhet i kthemi librit të Allahut dhe sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu lartësuar thotë: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat madhështor thot fundi i ajetit, e nëse kundërshtoheni për diçka, atëherë ktheheni atë tek Allahu dhe i dërguari i tij, nëse vërtet besoni në Allahun dhe ditën e fundit. Çfarë? Kjo është mirësi dhe zgjidhja më e mirë. Pra polemikat njerëzore kthehen te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është zgjidhja më e mirë. Sa për fjalët që thon pra njerëzit e devijimit, të epsheve dhe të humbjes ton, secili le të qëndrojnë në mëdhëbin e vet, secili në besimin, akidin e vet. Njerëzit janë të lirë në mendimet e tyre, pra këta liberalistët, dhe kërkojnë lirinë e besimit dhe lirinë e fjalës. Kjo është batil, kjo është e pavërteta, e kota, kjo është humbja, kjo është përçarja që Allahu ka ndaluar prej ti, pra batili që Allahu ka ndaluar prej ti e kota. Allahu lartësuar ka thënë: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe kaponi fort pas letarit të Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani. Pra bashkim në të vërtetën. Dhe këtu ka ndalim dhe qortim dhe kërcënim dhe paralajmërim nga përçarja. Pastaj thot autori i librit në vazhdim, thot: fa yajibu an tajtami'a fi 'ardi akhlaqina ala kitabillahi hatta fi masail al-fiqh. Thot edhe në çështjet e fikut, që pra lejohet dhe ka pas domethënë ihtilaf dhe mospajtime në këto 14 shekuj islam, prap duhet të kthehemi ke libri i Allahut dhe ke suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe jo të ri gjithë secili në mendimin e vet, me thepin e vet, thot imami im thot kështu, imami im thot ashtu. Jo, e vërteta është një e vërtet, nuk ka 2 apo 3 apo 4 të vërteta. Pra andaj duhet të bashkohemi dhe të paraqesim mospajtimet tona tek libri i Allahut, madje edhe në çështjet e fikut. E nëse nuk pajtohemi për diçka, pra thamë që është njerëzore të kemi kundërshtime, e paraqesim atë në dritën e argumenteve. Ad-dalil, argumenti. Fatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na sillni faktet, argumentet, provat e juaja nëse jeni të vërtet. Të Abdullah ibn Mubarak në kohën tonë, pra ai ka arritur sahabët radhiyallahu anhum, thot nuk pyesnim thot për zgjidhjen e transmetimit. Kur ndodhen trazirat dhe fitnet dhe përçarja, u thoshim palës tjetër: se mulena rijalakum, na përmendni pra ne burrat tuaj. Nga i ke këto fjalë çuditshme, këto mendime çuditshme, këto vetva çuditshme, sepse si kemi dëgjuar këto sahabët. Pa na përmend pak zgjidhjen e transmetimit, pra kjo është feja. Ndaj mos t'i vi rënd askujt kur i kërkohet argumenti. Përkundrazi, ulemat dhe dietarët që kemi takuar gëzoheshin dhe na lavdronin dhe na kur u kërkonim argument atyre dhe nuk qetësoheshin me fjalën e tyre, e cila nuk bazohet në argument. Pra në dritën e argumenteve. Pra atë që argumenti dëshmon, ne jemi me të. Dhe ai që gabon ndaj argumentit, atëherë nuk e marrim gabimin. I respektohet vendi dhe pozita që ka dietari i sunetit në ymet, por se gabimi shfari refuzohet dhe nuk i pranohet. Allahu i plotfuqishëm dhe i lartësuar nuk na ka lënë të ndahemi e të përçahemi, pa vendosur për ne një peshore që sqaron të drejtën nga e gabuara. Ai na ka lënë Kur'anin dhe Sunetin. Çfarë tha? Farudduhu ila Allah. Pra atëherë ktheni atë tek Allahu, do të thotë tek Kur'ani, war Rasul, dhe tek i dërguari, do të thotë tek Suneti i saktë i tij, as-sahihu min as-sunnah. Pra Suneti i saktë, hadithi dhe sakta. Siç ka thënë Abu Hanifa në krye të gjithë imamëve, thotë el hadithu sahihu wa madhhabi. Hadithi i saktë është madhhabi im. Ka thënë se fjala ime, ka thënë Shafiu,
kundërshton hadithin e saktë, përplaseni për muri fjalën time dhe merrni hadithin e saktë. Pra që të gjithë e kanë shenjtëruar dhe madhëruar dhe respektuar në maksimum hadithin e saktë. Kjo është feja e saktë e Allahu subhanahu wa taala. Dhe i dërguar sa në çfarë thot, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ose bihi ma në riwayat lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati. Un po lë tek ju ose për ju diçka që nëse do të kapeni fort mbas asaj, nuk do të humbisni mbas meje kurrë. Libri i Allahut dhe suneti im. Në transmetim thot, nuk do të ndahen këto të dyja thot derisa pra të bëhet kiameti. Pra që Kurani dhe Suneti do të jenë gjithmonë bashkë dhe gjithmonë do t'i ruajë Allah subhanahu wa taala, se ashtu siç na ka premtuar, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne kemi zbritur dhe shpallur për kujtuesin dhe ne do ta ruajmë atë. Pra vërtet un po lë mes jush atë që nëse kapeni pasaj kur nuk do të humbisni pas me librin e Allahut dhe sunetin tim. Pra thot Sheikh Fozani, sikur i dërguar sallallahu alaihi wasallam të jeti pranishëm mes nesh nëpërmjet sunetit të tij të shkruar, të saktësuar dhe të sqaruar. Kjo është një nga mirësitë e Allahut ndaj këtij umeti. Nuk e ka lënë këtij umet atë në hutim, por e ka lënë në udhëzim të qartë që të çon tek Allahu dhe tek e vërteta. Por ai që nuk e do të vërtetën, ka gjithmonë njerëz të smur, të sprovuar, ndje lehtë, e pshor, pasojnë tekat, ëndjet, baballarët, gjyshit, imamlarët, xhallarët e tyre në të kotën. Ne i duam selefët, por se marrim argumentin prej tyre. La ilaha illallah. Por ai që nuk e do të vërtetën dhe dëshiron që çdo kush të mbetet në mëdhëbin dhe në sektin e vet, do të thotë të bashkohemi. Kjo është një bazë e ikhwanëve, grupi i vëllezërve të falimentuar, i quajnë Sheikh Mukbili. Të bashkohemi në ato që jemi dakord dhe të arsyetojmë njëri tjetrin për atë që kemi mos pajtime. E ka thënë Hasan al-Banna, themeluesi i grupit Ikhwan al-Muflisin. Pra parimi i ikhwanëve, këto padyshim janë fjalë të pavërteta, batil dhe janë të rrezikshme, kujdes. Dhe dietarët e kanë refuzuar të parim të kot. Është makiavelist, nuk ka hajër në të. Baza është wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fort gjithë pas letarit të Allahut dhe mos u përçani. Andaj detyra jonë është që të bashkohemi rreth librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për ato çështje që kemi mos pajtime, e kthejmë atë tek libri i Allahut dhe suneti i dërguarit të tij. Dhe jo të arsyetojmë njëri tjetrin edhe të mbetemi në mos pajtime, në kundërshtime, por e kthejmë çështjen tek libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Çfarë pajtohet me të vërtetën, me wafaq al-haq, akhadnahu, qabilnahu, azamnahu, tabaqnahu. Ajo që pason, që pajtohet me të vërtetën e marrim. Dhe çfarë pajtohet me të gabuarën, çfarë kthehemi prej saj. Imam Malik ibn Anas rahimahullah, tek vari pejgamberi selam aty afër ku mbante mësimet e tij në mezhlisin e tij thotë: kullun yukhadhu wa yuraddu min qawli illa sahibu hadha al-qabr wa shara al-qalb sallam. Çdo kujt i merret fjala dhe i refuzohet, i kthehet mrapa. Pra s'ka shenjtëri. Përpos banorit të këtij vari dhe bënte me gisht nga vari pejgamberi selam. Pra mbani mend këtë fjalë të artë që ka thënë Imam Maliku rahmetullahi alayh. Kjo pra është detyra jon. Kështu umeti nuk do të mbetet në ndarje, mos pajtime dhe në përçarje. Pra kthimi ke Kurani dhe Suneti, ky është ilaçi. Kjo është zgjidhja e mirë, e përsosur që Allahu na ka dhënë në librin e tij. Disa prej atyre që thrasin për të mbetur në mos pajtime përmendin hadithin, por që nuk është hadith, kujdes. Mos pajtim ikhtilafu ummati rahme. E kanë shpjeguar dhe një hadith. Mos pajtimi i umetit tim është mëshirë. Ky hadith për cilët por se ai nuk është i saktë thotë shiku. E transmeton atë Imam Maliku në Al-Muwatta, e përmend po ashtu al-Iraqi dhe dietar të tjerë. Dhe Sheikh Al-Albani ka përmendur në silsila dhaifa me numër 57 e ka thënë la asla la. Ky hadith nuk ka bazë, mbani mend. E trombetojnë dhe amplifikojnë ikhwanët dhe gjithë njerëzit e mëdhëbeve ose ata që janë mutaasibi al-madhahib, fanatikët e mëdhëbeve, ikhtilafu ummati rahma. Në një transmetim tjetër çfarë thotë? Ikhtilafu ulama'i ummati rahma. Mos pajtimi i dietarëve të umetit është mëshirë. Dhe sqaroj sikur që këto është batil. Pra thotë që Al-Albani nuk ka si bazë. Thotë muhadithët janë munduar të gjejnë një zinxhir transmetimi për të, por nuk kanë pasur sukses. Pse? Thotë Sheikh Al-Fawzani, al-ikhtilafu laysa rahma, al-ikhtilafu adhab. Mos pajtimi, kundërshtimi nuk është mëshirë, por se është ndëshkim, gazep për Allahut. Pra mos pajtimi nuk është mëshirë, mos pajtimi është dënim. Allahu lartësuar thotë:
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Pra Allahu na paralajmëron dhe na ndalon ku thot dhe mos u bëni si ata që u përçan dhe u kundërshtuan. Kur kundërshtuan? Pasi që u erdhën atyre argumentet e qarta. Pra erdhi dituria, s'ka më vend për mendimin e filanit dhe alanit, s'ka më vend për ijtihad, vjen dija e saktë, ka thënë Allahu, ka thënë dërguari, do të kthehemi pra të ulim kokën. Wa yusallimu taslima. Pra ta pranojmë dhe të dorëzohemi mbas gjykimit të Allahut dhe dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra thot Sheikh Al-Fawzani, mos pajtimi i hallakat zemrat. Kam përdorur të term kështu popullor dhe përçan umetin. Nuk është e mundur që njerëzit, nëse janë të ndarë të përçar, ta ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë mes tyre, por nuk ndihmojnë një tjetër ku janë të përçar njerëzit. Edhe pse ne drejtohemi në një saf, i drejtojmë rreshtat, nëse kemi mos pajtime në akide, mos pajtime në çështje menhexhi, çështje fiku e merat, si mund të jemi ne të bashkuar? Kur jemi të përçar pra në bazat e fesë dhe ndërgëzimet e saj. Dhe si mund të kemi çfarë autoritet dhe pushtet dhe të fitojmë dhe triumfojmë kundra popujve të tjerë, popujve të kufrit edhe të kotës? Kjo ka ndodhur me këto imet. Përkundrazi do të ketë mes tyre armiqësi nëse janë të ndarë dhe të përçar, dhe fanatizëm për grupet dhe partitë e tyre, dhe nuk do të bashkëpunojnë mes tyre asnjëherë. Ata bashkëpunojnë mes tyre vetëm kur bashkohen dhe kapen të gjithë së bashku pas lejtarit Allahut. Kur vjen pajtimi në hak, në akiden, menhexh, në adhurime, pra kthemi gjithë Kur'an sunes pas lumen selemve, këto janë domethënë shkaku i bashkimit, atëherë çfarë vjen bashkimi dhe vjen vazhdia, vjen ndihma, vjen suksesi, vjen triumfi ka shipove të tjera. Kjo është ajo që profeti sallam ka porositur kur ka thënë hadithi i Ibn Mas'udit, thotë inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu la tushriku bi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Pra Allahu kënaqet dhe pëlqen për ju tre gjëra. Ta adhuroni atë dhe të mos i bëni atij ortak, asgjë në adhurim dhe shok asgjë, të kapeni fort pas lejtarit të Allahut të gjithë së bashku dhe mos përçani, dhe t'i këshilloni ata që Allahu ka dhënë pushtetin mbi ju, pra u ka dhënë drejtimin në çështjeve tuaja. Hadithi është saktë për sjellja të Muslimi. Këto tre gjëra, pra këto tre cilësi, tre këshilla profetike, çfarë Allahu i pëlqen për ne. Argument për këtë është fjala e Allahut lartësuar, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pra kuptojmë që Al-Qur'anu wa sunna min mishkatin wahida. Pra Kur'ani dhe Suneti janë nga një dritë, nga një burim, pra i vetëm që është Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu lartësuar thotë të kapeni fort pas lejtarit të Allahut të gjithë së bashku dhe të mos përçani. Kjo nuk do të thotë se nuk ka fare mos pajtime apo përçarje. Pra është në natyrën e njerëzve që të ketë mos pajtime, por kuptimi është se kur ndodh mos pajtimi apo përçarja, ajo zgjidhet duke kthyer te libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe përfundon kundërshtimi dhe jepet fund mos pajtimeve. Kjo është e vërteta. Dhe gjykimi sipas Kuranit dhe Sunetit çfarë thon? Në çështje thosh pronash, pasurie, çështje fiku e merathot, po kthehemi thotë që gjykoj Kurani dhe Suneti. Si veç çfarë filozofie, çfarë hile shejtaneske. Thotë kthehemi thotë Kurani dhe Sunetot, çështje pronash, çështje paresh, çështje trashëgimie. Vetëm këto? Allahu Akbar. Pra, dhe nuk është gjykimi sipas Kuranit dhe Sunetit i kufizuar vetëm në rastet e mosmarrveshjeve mes njerëzve në çështjet ekonomike të pasurisë, siç e quajnë atë al-hukmu bima anzala Allah. Çfarë thonë ikhwansat? Gjykimi me atë që ka zbritur Allahu. Vetëm si vendim mes njerëzve në pasurinë e çështjeve të dunjas. Përkundrazi, ai është gjykimi mes tyre në çdo lloj mospajtimi dhe në çdo lloj kundërshtimi. Mospajtimi në akide është më i rënd se mospajtimi në pasuri. Mospajtimi në çështjet e adhurimeve dhe çështjet e Allahut dhe të haramit është më i rënd, pra më i rëndësishëm, më bashkësor se sa përplasja dhe mosmarrveshjet për pasuritë. Ndërsa mosmarrveshjet në pasuri janë vetëm një pjesë e vogël e mospajtimeve që duhet të zgjidhen dhe ato sigurisht me librin e Allahut të lartësuar dhe sunetin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta e çështjeve dhe gjërave që Allahu pëlqen për ne është wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Është që t'i këshilloni ata që Allahu i ka ngarkuar me drejtimin e çështjeve tuaja. Ajo që ka ardhur nga pejgamberi selam çfarë thotë? Kanë ardhur ditëve të shumta, e kemi folur edhe tek libri që shpjeguan për palën e shtorë dhe ndihmuar të Sheikh Ahmed al-Nejmit. Këshilla pushtetarit, kur shikon dikush pra nga populli thjesht, gabime, mangësi, zullume, tjera ke pushtetari, thotë pejgamberi selam,
shko thot dhe këshillo thot sy më sy, nëse ke mundësi. Thonë dietar, nëse nuk ke mundësi, i çon një letër, i çon një këshilltar tim, i çon një të afër, njëri që është i afër me të, që t'ia përcjellë këshillën. Pse? Sepse ata janë njerëz, edhe ata harrojnë, edhe ata gabojnë, edhe aty nuk u arrin shumë padrejti që ndoshta i ndodh popullit të tyre edhe kopesë të tyre. Por se asnjëherë çfarë nuk bëhet ajo që quhet al-inkar al-alani. Pra nuk bëhet asnjëherë refuzim dhe mohim publik. Kjo është prej cilësive të xhawarijve. Nëse ka ardhur në transmetim që ndonjë sahab e ka këshilluar pushtetarin se ka qenë prezant aty, pra ka ndodhur ndonjë gabim, ndonjë lapsus, ndonjë keqkuptim dhe ka qenë prezant sahabi, çfarë? Dhe aty në mezhlis, domethënë çfarë? Sigurisht duke i respektuar dhe nderuar pozitën se ai është prijës, është mas Allah e dërguarit është prisi. Thot kush i bindet e mirit tjetër pejgamberi selam më është bindur mua. E kush më bindet mua, bindet Allahut. Pra, thon dietarët, nuk bëhet në mimbere, nuk bëhet në rrjetet sociale. Kjo nuk është më këshillim dhe qortim dhe përmirësim i gabimit. Kjo është çfarë? Poshtrim. Dhe kjo është një lloj khuruçi, është një lloj çfarë? Al-inkar al-alani. Pra refuzimi i hapur dhe publik është një lloj rebelimi kundra prisit. Thon dietar, dhe njëri thjesht që nuk ka shumë pushtet, nëse ti e qorton në publik, a e pranon kush këshillën në publik? Jo. Por se e merr mjan. Është më parsore thot që dietari, ai pushtetari, është çfarë? Këshillat i bëhet pra veçmas. Thot pejgamberi selam, kush shikon thot prej mirit i thot diçka që e uren atë, le ta këshilloj thot sy më sy. Dhe nëse vepron këtë thot ky e ka përmbushur çfarë? Këshillën dhe detyrimin e tij. Pra kujdes nga ata xhallar ose pseudo xhallar ose njerëz që atribuohen di që kanë rëshitur edhe njerëz mëdhenj dhe emra dhe kokat mëdha, domethënë në çështjen e al-inkar al-alami, por se gjithë dietarët të paktën bashkëkohor të këtij shekulli e kanë qortuar të shehun, i cili thot ka tekste thot që çfarë selevët i kanë qortuar pushtetarët, domethënë hap të zi. E sqarojnë dietarët e kanë qortuar se ai ka qenë në mezhlis me të, jo se ka mbajtur hutbe, jo se ka dalë në rrjetet sociale, jo se ka bërë, pra nuk e ka pranuar gabimin, ndërkohë që ne kemi shembullin thon dietarët e Abdullah ibn Mas'udit me Uthmani radhiyallahu anhu. Uthmani radhiyallahu anhu ishte prisi i besimtarëve, i kalifi i tretë, dhe thon dietarët në Mina nuk i shkurtoi namazet sikur është suneti, se patho që kishte musliman të ri, kishte prurje, dhe i falin kohën e vet dhe të pashkurtuara namazet. Ndërkohë që suneti është që namazet e haxhiut në Mina të falen të shkurtuara në kohën e tyre. I than Abdullah ibn Mas'udit këtë vepër të Uthmanit. Çfarë tha? Si u përgjigj Abdullah ibn Mas'udit? Tha el-khilafu sharr. Tha mos pajtimi tha është sharr. Por nuk shkoi të qortonte, dhe nuk tha sa gabim e konstitucionetin e tjera. Pa shka Uthmani ishte mushtehid. Nëse e ka cek në ijtihadin e tij, ka dy probleme, nëse jo, dhe ishte prijes. Pa nuk shkoi as ta qortonte dhe as e bëri publike, tha çfarë tha? El-khilafu sharr. Tha mos pajtimi është sharr. Mani mend të llafti ibn Mas'udit. Dhe çështjet lërjeni ka dietari meti që ju jeni kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ti je barik o pesë tënde. A ke mundësi të përmirësosh gruan tënde, fëmijët e tu, nënën, babën, ata që ke nën kujdestarinë dhe përgjegjësinë tënde? Merru me kopen tënde. Prisi, nëse ke ndonjë dua të hajrit, bëje për të. Fshetësi ju Allah përmirësoje, ka abortar, ka këshilltar, ka njerëz rreth rrotull, përmirësoje abortarët, përmirësoje këshilltarët, shoqëroje me njerëz të mirë, mësoje që zbatoj shariatin tënd, të ndihmoj sunetin e pejgamberit selam. Si thot Imam Ahmedi thot, nëse thot do të kisha një dua të pranuar, do ta bëja atë thot për pushtetarin, se në përmirësimin e tij ka përmirësim për njerëzit dhe vendet në këtë botë tjetër. Ama këto refuzimet publike, siç bëjnë domethënë njerëzit, kjo nuk është prej menhexhit seleve, është prej menhexhit të xhawarijve. Dhe këta janë më të rrezikshëm se ata që dalin me armë, thon dietarët, që rebelojnë me armë kundra prisave, sepse kjo sjell ke rebelimi me armë. Kjo sjell përgjakje, kjo sjell burgosje, sjell pra reagimin negativ të pushtetarëve mbi popullin dhe çfarë të umul balwa. Pra belaja dhe sprova atëre çfarë përgjithësohet pra merr dhën. Pra kjo është, edhe pse inshallah mund ta vështrojmë një mësim me komendin që ka bërë Sheikh Rabia këtij hadithi dhe në veçanti domethënë pjesës së wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Mos mund gjejmë edhe më tepër se një koment për këtë
pjesë të hadithit, tamam? Që mos me u zgjeru dhe mos me dalë domethënë inshallah edhe nga tema e mësimit. Thot Sheikh Al-Fauzani Allahu ruajt, edhe me sahabë ndodhte mos pajtim. Por ata me të shpejt ktheheshin tek libri i Allahut dhe suneti të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam, dhe mos pajtimi mes tyre merrte fund. Pas vdekjes së profetit alayhi salatu wasalam ndodhi një mos pajtim mes tyre. Çfarë sjell domethënë një shembull dhe një ngjarje domethënë nga jeta e selefëve, siratu selef. Se kush do ta merrte udhëheqjen pas tij, kur i takon dhe xhilafeti. Por shpejt ata e zgjidhen këtë mosmarrveshje, u kthyen dhe zgjodhen Abu Bekr Siddiqun radhiyallahu ta'ala. Ja dorëzuan atij çështjen, ju bindën atij dhe mos pajtimi u zhduk. Si dhe u shua përçarja që ndodhi rreth atij që do të merrte pra xhilafetin dhe udhëheqjen pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, mos pajtime ndodhnin mes tyre sahabët. Ishin njerëz ata. Dhe por ata ktheheshin tek libri i Allahut dhe suneti i dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj mos pajtimi mes tyre largohen. Pra, kjo ishte cilësia e selefëve sahabëve, që edhe kur gabonin, kur dikush u binte në dukje gabimi çfarë, tobe atyre inebetuhum ishte e shpejt, ishte çfarë? Në çast. Pendojnë çast, kthejnë çast. Se ata ishin njerëz, ata nuk kishin pra dije gjithë përfshirëse. Por se kur dikush u silte ajetin, u silte hadithin, u silte pra veprën e kalifëve drejtfar, ktheheshin më të shpejt tek e vërteta. Kjo është pra që ata na e kanë kaluar ne me zemrat e tyre. Këtë cilësi pra ne duhet të pajisemi me të. Pra vërtet kthimi tek libri i Allahut i zhduku rrejtjet dhe zilit nga zemrat, sepse askush nuk mund të kundërshtoj librin e Allahut lartësuar. Kur ti thua dikujt eja tek fjala e filan imami apo filan dietari, ai nuk bindet. Por nëse ti thua eja tek libri i Allahut dhe te suneti i dërguarit sallallahu alajhi wasallam, nëse ka iman, pra besim, ai do të bindet dhe do të kthehet. Pra besimtari çfarë? Kthehet ke fjala e Allahut, kthehet ke fjala e dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Allahu lartësuar thot: "Inma kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun." Sive kush është cilësia e besimtarëve? Vërtet fjala e besimtarëve kur thirrën tek Allahu dhe dërguari i tij që të gjykojë mes tyre është: dëgjuam dhe u bindëm, të tillët janë ata shpëtuarit. Allahu na bashkëtojë. Kjo pra është fjala e besimtarëve. E sa për hipokritët, nëse e drejta është në anën e tyre, ata vinë të nështruar, të gjykosh në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por nëse është kundër tyre, ata largohen dhe i kthejnë shpinën, siç i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala ata në librin e tij. Pra nuk është e lejuar për besimtarët të mbeten në mospajtime për asnjë lloj çështje, as në bazat e fesë, as në gëzimet e saj, sepse të gjitha duhen zgjidhur me Kur'an dhe me Sunet. Nëse nuk është i qartë argumenti, shpë ka një sqarim këtu, për asnjërin pal nga dietarët që janë përfshirë në atë çështje dhe nuk ka ndonjë element që e bën të saktë njëri mendim mbi tjetrin, atëherë në këtë rast nuk ka qortim për atë që ndjek mendimin e një imami i caktuar që është mujtahid. Prandaj dietarët kanë thënë la inkara fi masail al-ijtihad. Pra nuk ka qortim në çështjet e ijtihadit. Pra s'ka argument të prerë, të qartë, drejt për drejt që ty të qetësohet zemra ke fjala e dietarit dhe mujtahidit. Atëherë i thua çfarë? La inkara fi masail al-ijtihad. Pra nuk ka qortim në çështjet e ijtihadit. Domethënë në ato çështje ku argumenti nuk është i qartë në asnjërin nga palët. Por se prap nuk bëhemi fanatik as mbas tjetrit, dhe ka respekt dhe dashuri dhe nuk përçame pra gjithsesi. Edhe pse është çështje ijtihadie. Pra Allahu na ndaloi që të bëhemi si ata që u përçan dhe kundërshtuan para nesh dhe u shkatëruan. Thotë Sheikh Muhammad ibn Abdulrahman. Thashë Fauzani në komendin e saj fjalë thotë kur qëndruan në mospajtimet e tyre, pra i tharët e librave para nesh, ata u shkatëruan, u përplasën mes veti dhe luftuan njëri tjetrin. Kjo është gjendja e tyre që përçahen. Ndërsa gjendja e tyre që qëndrojnë të bashkuar është fuqia dhe zhdukja e urrëties nga zemrat e tyre. Sa i bukur është bashkimi në të vërtetën, është ilaç, është mëshirë, është vllazëri, është dashuri, bëjmë dua për një tjetrin. Përçarja, pra si thajmë në Mesudi, el khilafu sharr. Khilafi, mos pajtimi, përçarja është sharr. Dhe nuk mund të jetë askurse si mëshirë. Për mesram, si ka përmendur Sheikh Fauzani, është e hudhës ta përmendim, el jama'atu rahma wal furqatu adhab. Xhamati, pra bashkimi në të vërtetën është mëshirë. Përçarja është adheb, kështu di sakt. Përçarja është ndëshkim.
Thot Allah lartësuar, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Çfarë thotë lartësuari? Kurse si jo, thot, pasha Zotin tënd, ata nuk janë besimtar, derisa të marrin ty Muhammed si gjykatës për ato që kanë kundërshtime mes tyre. E pastaj të mos ndin asnjë ngushtësi apo pakënaqësi në zemrat e tyre ndaj asaj që ti ke gjykuar dhe ta pranojnë plotësisht atë. Ose yusallimu taslima, pra të dorëzohen të bindur. Dhe njerëzit nuk pajtohen dhe nuk shohet mosmaveshja përveç se me kthim të librit të Allahut dhe suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, autori përmendi se Allahu lartësuar i urdhëroi muslimanët që të jenë të bashkuar në çështjet e fesë dhe i ndaloi ata nga përçarja në të. Këtë sqaron edhe më shumë ajo që ka ardhur në sunet prej gjërave për të habitur lidhur me këtë çështje. Pra kanë ardhur shumë hadithe që sqarojnë këtë gjë, pra thotë sikur është për të habitur. Pse? Edhe autori që njerëzit mos ta kenë të qartë që duhet bashkimin fe, bashkimin Kur'an dhe Sunet. Pra është e çuditshme që njerëzit çfarë mbas tyre argumentimeve, sqarimeve, orientimeve, këshillave të Allahut dërguarit të tij të përçahen prapë. Por se shejtani i mallkuar u ka zbukuruar përçarjen dhe si do të gjejmë ata që i fryn përçarjes. Pastaj çështja arriti deri aty, shife ku ka arritur mendje lehtësia. Sa që përçarja thon në bazat dhe degët e fes u bë dituria dhe fiqhu, kuptimi feston, kur ka përçarje, kjo është akidia e saktë. Kur ka përçarje në çështje fiku, çështje adhurime, çështje menaxhi, ky është fiqhu, kjo është dituria e saktë. Këta janë dietarët që na flasin për përçarjen. Allahu akbar. Kjo është menduri, kjo është mendjelesi. Dietarët janë ata që përçarjen e kurojnë dhe mundojnë të zhdukin dhe ta përmirësojnë me Kur'an dhe me Sunet, jo ata që thonë rinin në përçarje. Ikhtilaf ummeti rahme. Kujdes me kësaj. Allahu akbar. Allah lartësuar ka thënë, pra përmend prapë shehu ajetin, shara lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha walladhi uhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Ai, Allah ka legjësuar për ju nga feja atë që kishte porositur Nuhut dhe atë që ta kemi shpallur ty o Muhammed dhe atë që e kemi porositur Ibrahimin, Musait dhe Isait, ta zbatoni fen dhe mos të përçani në të. Pra, domethënë të mos ndodh që secili të ketë një fe të veçantë, një medheb të veçantë, një tarikat të veçantë, sepse feja është një dhe një vetme dhe nuk ka përçarjen e të. Dhe gjithashtu janë vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë hadithe që nxisin për bashkimin dhe ndalojnë nga përçarja dhe nga ikhtilafi, nga kundërshtimi. Siç është hadithi që thotë në fundi hadithit gjatë Irbadi ibn Sariyas, thotë fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu alayhi bin nawajid. Thotë pejgamberi sallallahu në fundin e hadithit gjatë, vërtet kush do të jetojë për jush pas meje do të shoh përçarje të shumta. Prandaj ka bëni fort pas sunetit tim dhe sunetit të kalifëve të drejtë të udhëzuar mbas meje, shtrëngojeni fort ato dhe kapeni fort me dhëmball dhe në fund të hadithit të saktë. Dhe fatkeqësisht çështja ka arritur tek të mëvonshmi prej dietarëve që të mendojnë se mospajtimi në bazat dhe në degëzimet e fesë është vetë fiqhu, pra dija e saktë e fesë, kuptimi i saj, kurse kundërta është ajo që është e saktë shiku. Bashkimi, ai është kuptimi i drejtë i fesë Allahut. Do të shikosh njëri sa fiqh ka prej dietarëve, imamdarëve, nëse vetdijes dhe xhallarëve dhe firsave, shife a thret ai për në kthim të Kuranit Sunet pas kuptimit të selefëve, a thret ai për në bashkim në të vërtetën apo në të kundërtën e saj. Aty kupton domethënë fiqhun e saktë të këtij personi. Ndërsa ne dhe Shefozani u themi, fiqhu është bashkimi në librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Disa prej tyre thonë, kjo është nga gjerësia e Islamit. Pra duan ta bëni, duan ta zbukurojnë Islamin, thonë sa më të bukur se çka ka bërë Allahu, çfarë? Thot din as-samah, as-samha, at-tasamuh, feja tolerancës, e gjerësisë, e polemikave, e diversitetit. Kjo janë filozofia, ato janë fjalë boshe. Disa prej tyre thonë kjo është nga gjerësia e Islamit, se nëse dikush na ndalon diçka, ne gjejmë dikë tjetër që na jep fatva për lejimin e saj. Allahu na rrit. Ata i kanë bërë njerëzit ligjvënës, sheriat bërës.
Atëherë sipas mendimit të këtyre, nëse filani thotë se diçka është halal, atëherë ajo bëhet e lejuar për ne, edhe nëse është ndaluar në librin e Allahut ose në sunetin e dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Këtë bën çfarë skribët dhe farisejnë, pra ruhbanët dhe ahbarët, dietarët e jehudive dhe dietarët e nasarave, çfarë lejuan të ndaluarën dhe njerëzit i pasuan, dhe ndaluan të lejuarën në librat e tyre dhe njerëzit i pasuan. Pra Allahu i quajti çfarë? I quajti ata tagut dhe i quajti që i morën për të adhuruar në vend të Allahut dhe i qortoi ata. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. I morën ahbarët, dietarët jehudi dhe ruhbanët, dietarët e krishterë, arbaba si zota përpas Allahut. Thot sahabi Adi ibn Hatim, thot ja Rasulullah, nëse i morën për zota, thot. I thot, a nuk u lejonin ata ato që Allahu ndalonte dhe u ndalon ato që Allahu lejonte dhe ju pasuat, tha po. Ky është adhurimi që ju bët atyre. Pra i morët për zota, i morët për ligjvënsa. Allahu akbar. Pra ata thotë shiku i kanë bërë njerëzit ligjvënës. Atëherë sipas mendimit të këtyre, nëse filani thotë se diçka është halal, atëherë ajo bëhet e lejuar për ne, edhe nëse është ndaluar në librin e Allahut ose në sunetin e të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, prandaj ne themi, kthehemi te libri i Allahut. Ai që dëshmon për të Kurani se është në të drejtën, e marrin fjalën e tij. Dhe ai për të cilin Kurani dëshmon se është në gabim, e lëm mënjan për e braktisin fjalën e tij. Kjo është ajo që është obligim për ne. Pastaj do shiku në koment, arriti çështja deri aty sa që urdhrin për bashkim në fe nuk e thot më askush përveç se një zindiku. Pra ata që thrasin për bashkim në fe i quajnë zindik, të prishur, hipokrit ose të çmendur. Kujdes, ha? Ftosh në bashkim në fe, Kurani sunet bashkimin e lehve, do të quajnë i çmendur, i prishur, hipokrit, të pagun Amerika, je çfarë servili pushtetarëve, me radhë. Kjo është baza fes, por kur prishen peshoret, kur prishet çfarë? Akidia, menhexhi, logjika, kuptimi saktë i fes, çfarë? Tanqalib al-mawazin, por mbyshen peshoret dhe ai që është në të vërtetën, dhe fton në të vërtetën, bëhet ai tradhtari, bëhet ai përçarsi, bëhet ai fitnexhiu. Siç po jetojmë pra në këto kohë të razirash ne. Ai që urdhron për bashkim dhe braktisje të përçarjes, ata thon për të, ky ka dalë kundër umedit, ky është zindik me besim të prishur, sepse sipas tyre ai hedh poshtë fjalët e dietarëve. Ndërkohë që ne nuk i hedhim poshtë fjalët e dietarëve, por i paraqesim ato te libri i Allahut. Kush është njësia mase, kush është peshorja, kush është haku, kush është shariati? Libri i Allahut dhe suneti i dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk kemi të obliguar të ndjekim njerëzit, por jemi urdhëruar të ndjekim Kur'anin dhe sunetin. Kjo është e vërteta. Ne nuk kemi të urdhëruar të ndjekim këtë apo atë prej njerëzve. Dhe Allahu nuk na ka lënë të mbështetemi në mendimet dhe në përpjekjet tona, por na ka zbritur librin e tij dhe na ka dërguar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të kthehemi tek libri i Allahut dhe suneti i dërguarit të tij, zhduket përçarja dhe ndasit dhe bashkohet fjala dhe unifikohet fjala e muslimanëve. E dini thotë shiku, sjellni shembull konkret, mos thuash që ku s'ka përçarje në umet. E pra dëgjoj shefozanin. Thotë e dini thotë se deri vonë në xhamin e shenjtë në Mekë ka pasur 4 mihrabe, edhe që Albani e pohon këtë gjë. Në xhamin e Mevite i ka hasur, i ka arritur ai 4 mihrabe. Kjo xhamia e Mevite domethënë Damask. 4 mihrabe, 4 vende ku mbahet, që është mimberi që mbahet domethënë hutbë e xumas. Vende për imamin dhe ndjekësit e gjithë secilit mezheb faleshin veçmas me xhamatin e tyre. Kjo pranë Ka'bes, mbaheshin 4 hutbë xumaje, faleshin 4 xuma. Hanefiu me Hanefit, Malikiu me Malikit, Shafiu me Shafit dhe Hambeliu me Hambelit. Deri vonë dhe shifozani. Derisa Allahu dhe sodi në jetë ato që i bashkoi ata pas imamit të vetëm dhe u zhduk, ulilal hamd, kjo pamje keqe. E gjitha kjo ishte si shkak i ndjekjes së mëdhëbeve dhe mendimeve personale, saqë edhe namazin e ndan. Hanefiu nuk falej pas Hambeliut, Hambeliu nuk falej pas Shafiut dhe nuk faleshin bashkë në të njëjtën kohë. Edhe kohët e namazeve kishin bërë lëmsh. Pse? Kjo ishte për shkak i ta'assub al-madhhabi. Fanatizmi dhe bashimi i verbër me vebor. Ky falej në fillim të kohës, thot. Tjetri në fund të saj, sepse filani mendonte se duhej vonuar namazi, kurse tjetri mendonte se duhej përshpejtuar. Përpiqeshin të kënaqësin që të gjithë. Rëdan nasi ghayatun la tudrak thot Imam Shafiu. Rëdan nasi. Kënaqja e njerëzve është objektiv që nuk arrihet. Kënaqja Allahun. Ky është objektiv që arrihet dhe që është problemesh për të. Këtë kemi parë në disa vende të tjera edhe sot shiku madje
as xhuma nuk e falin në të njëjtën kohë. Disa prej tyre thonë nuk e falin fare, përveç se afër ikindis, sepse filani ka thënë këtë apo atë prej fetvave. Kështu thot, ai që do të falet herët, shkon e falet me filanin, dhe ai që do të avonoj, shkon dhe falet me atë imamit tjetër që e vonon pra namazin e xhumas deri afër ikindis. Por thot tek ne walilel hamd në këto vende, begata, në hinë e kësaj thirrje të bekuar, ata janë kthyer në atë që ishte gjendja se leve të mirë, falen të gjithë në të gjithën kohë dhe pas një imamit vetëm. Kjo është wa anna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Vërtet që ky ummet ju është një ummet i vetëm, dhe unë jam Zoti juaj, pra ma adhuroni vetëm mua. Pra mbyllim me këtë fjalë. E falënderojmë Allahun që na mundsoi këtë mezhlis, lutem Allahun ta bëjë të sinqert për fytyrën e tij dhe të na vendosë në peshon e vepra të mira, ditën që nuk të bën dobi as fëmia dhe as pasuria, përposa atij që lutet Allahu me zemër të ruajtur. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, barak nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.